Në ditën kur Kosova shpalli pavarësinë e saj me 17 shkurt, në udhëheqjen e shpallësit të saj Hashim Thaçi ne paralajmërojmë një protestë paqësore për drejtësi në Prishtinë. Sepse pikërisht tani, kur pas më shumë se 5 vitesh, procesi në Hag ka hyrë në fazën përmbyllëse, është momenti të ngrihet zëri qytetar në mbrojtje të çlirimtarëve dhe të vetë parimit të drejtësisë. Prandaj, sot jemi këtu për të njoftuar rreth kësaj proteste dhe për të shpjeguar shkurtas pse ajo është bërë domosdoshme, do të thotë. Procesi në Hag është krijuar për të sjellë drejtësi, siç e dini, por me kalimin e viteve në opinionin publik është krijuar perceptimi i mjegullt, proces i gjatë, i zvarritur procedura të ndërlikuara, informacione kontradiktore, ndikimi të diskursit politik dhe një ndjenjë se drejtësia po humb fokusin e saj juridik. Gjykata u kriju në rrethana të jashtëzakonshme politike. Vetë origjina e saj ka prodhu debat publik, a është kjo drejtësi e pastër apo drejtësi e ndikuar nga rrethana politike? Kjo pyetje sot nuk është propagandë as retorik, është shqetësim real qytetar. Qytetarët kanë parë ndër vite rrjedhje dokumentesh që vijnë nga Serbia, ankesa për të drejtat e mbrojtjes, zvarritje të proceseve, mungesë komunikimi të qartë me opinionin publik dhe një diskurs ku politika shpesh flet më shumë se ligji. Këto zhvillime të raportuara edhe nga mediat ndërkombëtare kanë krijuar bindjen se procesi nuk po perceptohet më si thjesht juridik. Drejtësia për të qenë drejtësi duhet jetë e shpejtë, e paanshme, e kuptueshme dhe mbi të gjitha e pavarur nga politika. Pikërisht për këto arsye, më 17 shkurt ne do të mbajmë protestë paqësore me moton drejtësi jo politik. Është shumë e rëndësishme me theksu që ne as nuk marshojmë, as nuk protestojmë kundër drejtësisë. Thjesht ne protestojmë dhe kërkojmë drejtësi reale. Protestojmë sepse nuk duam standarde të dyfishta, nuk duam procese pafund, nuk duam gjykime që duken të porositura, nuk duam drejtësi selektive. Ne kërkojmë verdikt juridik dhe jo verdikt politik. Kërkojmë vendime të bazuara në prova dhe jo në agenda. Prandaj mesazhi ynë është i qartë, sepse kërkojmë drejtësi pa presion, drejtësi pa ndikim, drejtësi pa skenar, drejtësi për të gjithë. Ne kërkojmë që procesi në fund të mbyllet me vendim ligjor, të respektoj parimin e gjykimit të drejtë dhe të mos mbetet peng i politikës. Prandaj, me 17 shkurt, juftojmë të gjithëve të na bashkoheni në marshim e protestë paqësore dhe dinjitoze me mesazhin ton shumë të qartë. Me 17 shkurt, dalim në rrugë për të kujtuar një parim, se drejtësia nuk është mjet politik, drejtësia është shtyllë e secilës shoqëri të qytetëruar. Drejtësi jo politik. Po, pak a shumë do të jetë mënyra, struktura edhe organizimi i marshit parë nëse ju kujtohet, edhe ashtu do të funksionojmë edhe kësaj here besoj. Po kësaj here presim që protestat jetë ma masive. Zakonisht ne komunikojmë me grupe OJQ dhe njerëz, komunitetet caktuar që kanë të njëjtin qëllim mbrojtjen e vlerave të luftës dhe gatishmëria është maksimum dhe bashkëpunimi veçkanisë. Po edhe ata do të jenë se ftesa është e hapur për gjithë ata që janë pjesë e qëllimit dhe vullnetit për mbrojtjen e vlerave. Pjesa e UL-s është pjesa më e dinjitetshme e kohrave të zëshme kësaj shoqënie dhe gjithsesi ata kanë marrë organizimin e shumë protestave të suksesshme siç e dini. Ftesa është e hapur për gjithë, madje ne nuk kemi kursyer nga ftesat edhe të gjithë partitë politike që të çojmë një mesazh të përbashkimit, sepse mendojmë që edhe Haga dhe tema UÇK-s nuk është tema e ndarjes, por është tema e unifikimit, do të thotë edhe qëllimi është i njëjtë.